një vesë mirë në jetën tonë. Tani kur shohim këtë në vargu 6, atë që Gjoni po thotë, është kjo, që si e kuptojmë ne që duam Zotin. Po si jetojmë? Si po I trajtojmë njerëzit e tjerë? Se dashuria që në thuhet në Bibël nuk është dashuri platonike, që ti e imagjinon në këtë mënyrë dhe jeton në atë mënyrë. Po, si e kuptojmë që ne duam Perëndin nga mënyra se si I duam njerëzit e tjerë. Kështu që dashuria e krishtere nuk është vetëm ndjenjë, por është bindje ndaj urdhrave të Perëndisë. Bindje ndaj urdhrave të Perëndisë, edhe atëherën kur nuk e kuptojmë, edhe atëherën kur nuk jemi dakord, kur nuk biem dakord. Dashuria e Perëndisë duhet të jetë më e madhe se sa interesat vetjak, ndjenjat tona ose mënyra se si duam që gjërat të ndodhin. Kështu që dashuria e Perëndisë është të bindesh ndaj urdhërimit të Perëndisë. Kështu që të duash njëri tjetrin është themelore në krishtëri. Edhe Gjoni vazhdon ta citojë të njëjtën gjë, të ecur. Si dim që e duam Perëndin? Duke e zbatuar edhe duke ju bindur të vërtetës. Tani, një autor tjetër ka thënë kështu: kur e themi të vërtetën pa dashuri, është mizore. Kur duam, po pa të vërtetën, jemi hipokrite. Kështu që është e rëndësishme